Në ndryshim nga një vit më parë, fermerët e ullirit këtë vit kanë marrë më pak prodhim. Ata shprehen se shkaku për këtë situatë është ulja e temperaturave, por gjithashtu edhe infeksionet që kanë prekur ullirin. Në ato që quhet festa e ullirit në Bilç të Beratit, fermerët shprehen se ulja e prodhimit të ullirit, sidomos të atij vajs, do të ndikojë ndjeshëm këtë vit në rritjen e çmimit të këtij produkti, por edhe vaj të ullirit. Ndërkohë që një tjetër problem për ta mbetet edhe fuqia punëtore, e cila jo vetëm është në mungesë, por edhe e papërballueshme për xhepat e fermerëve. Ka qenë shumë i dobët. Si vjet ka qenë është 20% i prodhimit të ullirit. E ka ndikuar pak në të gjitha, i ftohtit, edhe pak infeksionin. Ulliri tavolinës ka pësuar më tepër goditje. I vjet, jo. S'më del llogaria për punëtor. Unë jam vet i pa punë edhe i shërbej natë e ditë. Si vjet ka pak prodhim, vetë lëm punën që ne kemi të përditshme dhe merremi me ullirin tani në këtë sezon. Po kemi mungesa. Po vjelin vetë, ne moshatar kemi ngelur tani të rinj tani. Pjesa më e madhe e fermerëve të fshatit Bilç jetojnë me të ardhurat nga shitja e ullirit dhe vaji i ullirit. Qyteti i Beratit është një nga zonat më të rëndësishme të prodhimit të ullirit në vendin tonë.